Do të shkojmë në Gjenevë. Në Gjenevë përmbahet panajiri i librit. Të gjithë fansat e librave kanë pasur mundësinë që të takojnë shkrimtarët e tyre të preferuar, të kënaqen libra, të shohin kategori të ndryshme të librave. Për të folur në lidhje me këtë temë, kemi drejt për drejt nga Gjeneva zonjën Mishahe Limani Hiller, organizatore e këtij eventi. Përshëndetje zonja Limani. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që të jemi në këtë lidhje drejt për drejt së bashku. Në këtë panajir ndërkombëtar ka shumë shkrimtarë të ndryshëm. Dua të pyes, librat shqiptar dhe autorët shqiptar nuk po mungojnë atje. Apo ka prezantim dhe me çfarë po prezantohemi atje në Gjenevë? Paraprakisht vetëm lejoni të sqaroj se organizatorët e këtij të shfaqjes apo prezantimit të autorëve shqiptar në panajirin ndërkombëtar të librit në Gjenevë është libraria Lis Buksore nga Brukseli, së cilës ju kam bashkangjitur për të ndihmuar në çështje deri në realizimin e këtij projekti. Desha të them se panajiri ndërkombëtar i librit në Gjenevë është një panajir tradicional, i cili mbahet më shumë se 3 dekada, mirë por nga viti 2015 aty prezentohen edhe autor në gjuhë të tjera, pos gjuhës frënge. Këtë vit është viti i dytë pra që Lize Buksore organizon standin e autorëve shqiptar. Kanë qenë të ftuar enkas nga Kosova, Aga Polloni dhe Enver Dugolli, po ashtu edhe shkrimtarë nga Shqipëria dhe vise të ndryshme të Mërgatës. Sipas informacioneve që kemi marrë zonja Hiller, ka shumë emra shqiptar atje, Argjir Krasniqi, Aga Polloni, Rita Petro, Ilir Gjeldani, Enver Dugolli. Apo prezantohemi siç duhet atje në Gjenevë? Apo ka interesim? Sigurisht interesimi është tejet i madh, veçanërisht siç ka qenë stendi organizuar këtë vit në baza vullnetare, domethënë pa ndihmën e shteteve shqiptare as nga Shqipëria, as nga Kosova apo viset e tjera ku banojnë shqiptarët. Janë 3 të rinj shqiptar në Bruksel që kanë themeluar këtë librari, mirë po suksesi ka qenë i jashtëzakonshëm dhe cilësia e autorëve në panajir ka qenë tejet e lartë dhe të gjithë vizitorët janë ndarë shumë të kënaqur. Zonja Hiller, dua të Mirë po mund të them lirisht se aty ku edhe dora institucionale e shteteve shqiptare është e pranishme, me siguri se gjithçka do të jetë edhe më mirë, mbase gjithmonë edhe mund të bëjmë më mirë. Zonja Hiller, dua të pyes sa është interesimi i të huajve në librat tonë shqiptar, po a kemi edhe nga ata shqiptar që duan të takojnë personalisht shkrimtarët e tyre të preferuar shqiptar dhe vinë në panajirin e librit? Sigurisht edhe të huajt janë të interesuar për literaturën dhe historinë shqiptare, veçmas historinë e fundit të luftës në Kosovë, ku fatmirësisht kemi përkthyesin Sebastian Grikor, i cili ka përkthyer tashmë Enver Dugollin dhe është duke përkthyer edhe librin e Aga Pollonit, promovimin e të cilit do ta mbajmë gjithashtu në Gjenevë, duke tentuar, duke bërë mundësitë maksimale që të kemi të pranishëm edhe shtëpi botuese frankofone dhe autor francez. Gjithashtu, në mesin e mysafirëve që do t'i ftojmë, do të ketë edhe autoritetet të ndryshme zvisrane, mbase historia shqiptare, para se t'ju interesoj popullatës së përgjithshme në cilësinë e lexuesit, ajo duhet të depërtoj edhe tek aktorët që kanë apo mund të japin zë të arsyes dhe të çështjes kombëtare, çfarë për Kosovën në veçantë. Sa kënaqësi dëgjojmë që edhe atje në Gjenevë po përmendet emri i shqiptarëve për të mirë. Po na bën ndjehemi shumë mirë. Dua të ndalem pak tek panajiri. Sa i përket librave tonë shqiptar, cilat kategori mbizotrojnë literatura për fëmijë, librat për të rritur, misteri, historia, cilat janë librat që kanë më shumë bujë momentalisht atje? Këtë vit stendi i librarisë shqiptare ka qenë vërtet një stand shumë i pasur me libra dhe të zhanreve të ndryshme. Mirë po,
gjithashtu si që është edhe publiku ndoshta edhe në Kosovë, zhandret e letërsisë, do të thotë e artit të shkruarit, edhe nëse janë të përzijera, edhe lexuesit kanë kërkesat e tyre do të thotë të ndryshme, qofshin ato historike, romane, poezi, proza, tregime apo rrethime të tjera, mirë po në Gjenevë mund të them haptasi është e kërkuar jashtëzakonisht shumë edhe literatura për të rinjt apo për fëmijët filloristë. Këtë vit kemi pasur edhe 2 aksione, 2 aktivitete gjatë standit Shqipfalës, dhe them, ku kanë qenë të pranishme edhe organizata për të mbijetuarit e torturës në Gjenevë me një aksion duke na përcjellur dëshmi të mbijetuarve të luftës, dhe po ashtu kemi pasur edhe dëshmi të pasojave të komunizmit në Shqipëri, 2 ekspozita të vogla, por që kanë bërë zë tek vizitorët. Po ashtu në stand kemi pasur edhe disa piktura të studentëve që janë gjenevas, të cilët kanë prezentuar veprat e tyre dhe mundësisht edhe i kanë shitur që të financojnë edhe studimet e tyre. Sa mirë, shpresoj shumë që Panajiri të vazhdoj të promovoj librat dhe shkrimtarët tonë shqiptar. Zonja Hiller, ishte shumë kënaqësi që të ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë bashku. Shumë faleminderit për mundësinë që më dhat dhe dëshiroj e uroj që vitin tjetër të jemi sa më parë të përgatitur, mbasi edhe mundësia është që popullata shqiptare apo literaturë shqiptare që vitin tjetër të jetë mysafire deri në Panajirin ndërkombëtar të librit që mbahet çdo pranverë në Gjenevë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë zonja Hiller. Mirupafshim.